Për të gjashtën ditë radhazi protestuesit u mblodhën përpara kryeministrisë në Tiranë në vijim të kundërshtimeve ndaj projektit të propozuar në Zvernec dhe një sër politikash të qeverisë. Prej 5 ditësh, protestat kanë mbledhur qytetarë që përmes pankartave, thirrjeve dhe marshimeve kanë shprehur pakënaqësi ndaj vendimeve të qeverisë, duke kërkuar ndryshime konkrete në disa prej politikave të saj. Sipas organizatorëve, protesta do të vazhdojë derisa kërkesat e tyre të marrin përgjigje. Ata kërkojnë anulimin e projekteve që i konsiderojnë të dëmshme për interesin publik, më shumë transparencë në proceset vendimarrëse dhe përgjegjësi politike nga institucionet qeveritare. Një ditë më parë, përfaqësues të lëvizjes së re qytetare prezantuan 5 kërkesa kryesore drejtuar qeverisë. Mes tyre janë dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i kuadrit ligjor për investitor strategjik, anulimi i paketës së maleve, shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe anulimi i ndryshimeve që lidhen me trashëgiminë kulturore shqiptare. Protestuesit kanë deklaruar se do të vijojnë mobilizimin e tyre edhe në ditët në vijim, duke këmbgulur se kërkesat e paraqitura synojnë mbrojtjen e interesit publik dhe rritjen e llogaridhënies institucionale.